Albana dhe zë mikrofon. Bashkë me Ministrin në detyrë të shëndetësisë, Arben Vitim, jemi këtu në Fushë Kosovë për ta bërë përurimin e fillimit të punimeve për depon e re të barnave në Republikën e Kosovës. Që nga privatizimi i Farmedit në vitin 2005, barnat në Kosovë janë mbajtur, se s'po mund të them janë ruajtur, në ambientet të pasigurta, të papërshtatshme me lagështi, rrjedhje dhe ujë. Ky objekt në Fushë Kosovë është pranë Komisionit Qendror Zgjedhor dhe gjithashtu këtu do të ruhen barnat sipas standardeve më të larta ndërkombëtare. Hapësira e cila shihet që është nën kulm e memure, por ende e parregulluar për brenda. Ka një sipërfaqe të gjithë mbarshme prej 2080 metra katror dhe kësaj do të shtohet edhe ky aneksi prej 305 metra katror, me që rast në përgjithësi 519 metra katror do të jenë hapësira administrative, ndërkaq tjetra do të përkushtohet ruajtjes më të mirë të mundshme të barnave në vendin tonë, që paraqesin interes jetik publik. Gjithsej punimet do të zgjasin 6 muaj, pra rreth 180 ditë, që do të thotë se aty te viti i ri do ta bëjmë edhe përurimin e objektit të përfunduar, ndërkaq kostoja e gjithë mbarshme është 1.770.000 euro prapërsisht. Uroj që gjithë shka të shkojë mbare mirë dhe që operatori ekonomik të përfundoj punimet ashtu si shemi marrë vesh, edhe me eficiencë edhe me cilësi. Faleminderit Ministër shumë dhe urime të gjithë qytetarëve, kjo e arritur shumë e madhe për vendin tonë e në veçanti për shëndetësinë, për mjekësinë të ne. Faleminderit shumë Kryeministër, faleminderit shumë gjithëve, është një moment edhe veçantë edhe emocioni për mu, sepse ky projekt është një prej projekteve më të rëndësishme në shëndetësinë kosovare, pasi ka të bëjë me ruajtjen e barnave, që domosdoshmërisht ka ndikim të drejtë për drejtë edhe në cilësinë e shërbimeve për pacientët edhe për qytetarët tonë. Si shta edhe Kryeministri, për më shumë se 20 vjetë barnat janë ruajtur në ambiente as pak të përshtatshme për ruajtjen e tyre, në një ambient tash që janë rreth 1.100 metra katror, që nuk i plotësojnë kushtet, dhe më në fund po ndërtohet një depo e re qendrore, e cila do të jetë depo moderne, përveç kushteve teknike të cilat do t'i plotësoj, do të jenë e të instaluara edhe sisteme të ndryshme digitale që do të mundsojnë përveç ruajtjes së barnave edhe menaxhimin e distribuimin sa më të mirë të tyre, jo vetëm në spitalet tona, po në të gjithë
në të gjitha komunat në për QKMF, QMF e ambulanta në mbar Republikën e Kosovës. Prandaj edhe njerë po them, është një moment i veçantë, urime të gjithve, faleminderit të gjithë punëtorëve që deri tani në kushte as pak të përshtatshme kanë punuar për ruajtjen e barnave dhe janë marrën me detyra të cilat kanë qenë jashtëzakonisht vështira, e tash pas 6 muajve me këtë objekt të ri do të jetë më lehtë edhe për ta, do të jetë më lehtë edhe për neve, e mbi gjitha prapo e përsëris do të rritet dukshëm cilësia e shërbimeve shëndetësore. Për gjitha këto gjëra tjera teknike, ju lutem drejtojuni me shkrim Ministrisë së Shëndetësisë, sepse natyrisht nuk i kam të gjitha detajet dhe do ta merrni përgjigjen e duhur, por prapo e përsëris ajo që më gëzon është që më në fund, pas më shumë se 20 viteve, Kosova po bëhet me depo qendrore të barnave me kushte moderne, ku barna do të ruhen, do të distribuohen në mënyrën më të mirë të mundshme duke ruajtur cilësinë e tyre dhe shëndetin e pacientëve tanë. Që po e bjen që ju nuk e dini kush do ikin mbi shërbimin. Po unë jam ministër, detyra e ime ka qenë që ky projekt të fillon të realizohet. Nuk mund as ta them po as jo në atë që ju aluduat, prandaj po ju them, shkruani dhe si që keni parë më herët, Ministria e Shëndetësisë në fat rekord ju përgjigjet për gjitha shqetësimet, pyetje, dilemat që mund t'i kenë. Faleminderit.